Shatin 2 të Podujevës, ku në plakën këto përkujtimore, cila është vendos për nderin e viktimave të luftës, ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, për arsye se lidhet me disa gabime drejtshkrimore të evidentuara në tekstin e saj, përfshirë edhe shprehje të ndjeshme që lidhen drejt për drejt me kujtimin e të rënëve. Banorët e zonës edhe qytetarët shumë e kanë konsideruar këtë si lëshim të papranueshëm, duke theksuar se monumente të tilla duhet të trajtohen me kujdes maksimal edhe dinjitet. Do të thotë saj përket gabimeve drejt shkrimore, është tek fjala u prefshin në paqe. Edhe kjo ka nxitë kritika dhe kërkesa për ndërhyrje të menjëhershme për rregullimin e kësaj pllake përkujtimore. Sepse tash është edhe koha me shi ardha, edhe është pak probleme me e vrejt me kamerë, se me sy unë e Lorenti i shohim ku janë gabime drejt shkrimore, po sa për me qenë të saktë edhe për shikuesit është problem, sepse është edhe lag nga shiu pllaka, sa i përket ndriçimi ko ka rregullu, sepse nuk ka pas asë ndriçim këtu. Sa i përket ndriçimi është në rregull, por gabimet drejt shkrimore ende janë aty dhe nuk kanë ndryshuar. Po, Diona këto që po shihen shonjat, pra janë gabim, nuk po shihen, është dëmtua, po çka ka ndodhur kështu me këto? Po si duket, nga shiu kur lagët nuk shihet. Prandaj, se ofrojeni pak më ofër ta shumë qartë, se... Po. Se nuk jam shumë e mirë me ditë çfarë mori, se nuk e kom profesion. Po është vetëm puna shiut, kur lagë nuk po shihen. Po. A mundesh me pa diçka me evidentu ndonjë shprehje tjetër, cilat ishin shprehjet që kishte gabime aty? Unë e thash është ajo shprehja u preshin në paqe, që do të thotë duhet të ishte ndryshe, jo u preshin në paqe. Edhe kjo ka bërë mas shumë të reagime dhe ankesa që i kemi marrë kanë qenë pikërisht për këtë fjalë, sepse është pak e rëndë, sepse janë dëshmore dhe mënyra se si është shkruar gabime drejt shkrimore të cilat nuk i kanë shiku para se me i shkru, i ka bo me unë di keq edhe vetë familjarët e dëshmorëve. Po, Diona mirë,